Gjykatësi Pajazit Pajaziti, i cili pa bazë liroi në arrest shtëpiak ish-ushtarin e UÇK-s Blerim Ramadani, do të marrë pak më të ulët për 30% për 6 muajt e ardhshëm, ka vendosur dje Këshilli Gjyqësor. Menjëherë pasi gjykatësi Pajaziti mori vendim për zëvendësimin e paraburgimit efektiv të Ramadanit me arrest shtëpiak, ish-ushtari i UÇK-s u largua nga vendi, ndërsa Këshilli Gjyqësor arriti te përfundimi se gjykatësi nuk kishte argumente të mjaftueshme bindëse për të marrë vendim për lirimin e personit në arrest shtëpiak. Në opinion kërkohej dhe shkarkimi i Pajazitit, por Këshilli Gjyqësor vetëm e gjobiti. Edhe një gjykatës tjetër, për të cilin publiku pret zgjidhje dhe për të cilin Këshilli Gjyqësor ende nuk ka marrë vendim, është gjykatësi i apelit Enver Bexheti. Në fund të vitit të kaluar, ai u fut në listën e zezë të SBA-ve së bashku me ish-zëvendës ministrin Artan Grubi për përfshirje në korrupsion, gjithsesi për pranim rishfeti në lidhje me proceset gjyqësore, lidhur me ish-drejtorin e DSK-s Sasho Mjallkov. Antarët e Këshillit Gjyqësor ende nuk kanë marrë vendim për këtë rast.